Vazhdojmë me pregatitjen. Sot do të bëjmë gati një çorbë me perime. Fillimisht në një tenxhere do të shtojmë një lugë gjelle me gjalpë. Unë preferoj që në gatimet e mia ta përdor gjalpën. Ju mund të përdorni margarinë ose vaj, ajo gjithmonë mbetet çija juaj. Vazhdojmë mirë në zjarr mesatar e presim derisa gjalpi të shkrihet. Perimet që na nevojitem për këtë recetë janë gjysmë qepe, një karotë dhe një patate. Të gjitha i kam larë, kam pastruar mirë dhe i kam prerë në copëza më të vogla. Tani që gjalpi është shkrirë tërësisht, vazhdojmë që fillimisht tek gjalpi i shkrirë, të shtojmë qepën. Si e shtojmë qepën, vazhdojmë shtojmë edhe pataten, e shtojmë edhe karotën. Vazhdojmë i skuqim në zjarr mesatar për 3-4 minuta derisa perimet zbuten pak. Se sigurohemi që perimet janë zbutur, vazhdojmë që të kryposim dhe unë sot do të shtoj erëza të përzjera 2 lugë të mesme. Ne vazhdojmë që të mbulojmë perimet me 1 litër ujë. Me kapak të mbuluar, vazhdojmë i ziejmë në zjarr mesatar perimet diku përgjithsisht 15 deri në 20 minuta, derisa të sigurohemi që karota është zier, sepse karota si duhet kohë pak më e gjatë që të zihet. Kohë që çorba zihet, ne do ta bëjmë gati terbien e çorbës me cilën do ta trashim lëngun dhe do ta bëjmë edhe më kremos. Në njëjën më të madhe, fillimisht do të shtojmë 3 lugë gjelle me kos. Kosi do të shtojmë edhe lëngun e gjysmë limonit. Të shtojmë edhe një vezë plot. Dhe në fund të shtojmë edhe miellin. Miell në total do të shtojmë 2 lugë gjelle. Përziejmë mirë tani që e gjithë masa që e shtum këtu brenda na lidhet dhe të na bëhet bashk, që të sigurohemi mos na mbesin grutka. Pas dikon përgjithsisht 18 minutave tek unë perimet janë zier. Vazhdojmë tani që t'i bluajmë me një blender derisa t'i bëjmë kremoze. Pasi e kemi bluar mirë, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë terbien e çorbës, e përziejmë edhe një herë që t'jemi të sigurt se nuk na kanë mbetur brenda trupa. Tani në fund fare në këtë çorbë mua më pëlqen që të shtoj pak nenexhik të thotë ose mint të thotë për t'ia shtuar aromën, shijen kësaj çorbe të mrekullueshme. Përziejmë mirë, e rikthejmë në zjarr vetëm edhe për 2 minuta tjera. Gjithçka që na ka mbet tani është që ta shërbejmë këtë çorbë të mrekullueshme.